Kompania e cila ofron të gjitha produktet për kontroll dhe siguri, Arma Control System nga Stambolli, tashmë ka zgjeruar biznesin e saj edhe në Ballkan përmes distributorit ekskluziv nga Kosova, kompanisë Armakos në Prishtinë. Sipas udhëheqësve të kompanisë Arma, qëllimi i zgjerimit të biznesit në Ballkan piknisje do të ketë Kosovën si vend strategjik për të përhapur edhe më tutje në mbar Evropën. Kreu i kompanisë zoti Corey Cartel shpjegoi veprimtarinë e kompanisë që merret me prodhimin e pajisjeve të kontrollit dhe sigurisë. Otopark sistemleri imalatçısı, ithalatçısı ve ihracatçısıdır. Produktet tona për kontroll dhe siguri së pari kanë atestimin e kualitetit të tyre, pasi testojmë në praktik i prodhojmë në mënyrë serike. Vetëm kështu produktet tona të atestuara sipas standardeve dhe kërkesave të shenjës CE të konformitetit evropian hynë në treg dhe kanë nivelin dhe kërkesave të larta të tregut për këto pajisje. Produktet tona kanë përdorim të gjerë në menaxhimin e objekteve me rëndësi të veçantë, shesheve publike, institucioneve që kanë nevojë për siguri dhe kontroll, menaxhimit të hyrje-daljeve, mbikalimeve dhe ambienteve e të tjera. Ndërsa përfaqësuesi Arma për Kosovë, pronari Armakos Bashkim Rama thotë se tashmë janë prezent në Kosovë dhe do të sjellin prodhimet dhe përvojat më të mira nga Turqia, prodhimet e cilësisë më të lartë që i mungojnë jo vetëm Kosovës, por edhe regionit, duke u përqendruar në krijimin e mundësive për linjat e prodhimit të këtyre produkteve në Kosovë për tregun vendor dhe të jashtëm. Son bir yıl içerisinde diğer ülkelerimiz. Arsyeja pse sot jemi në Kosovë është që të gjitha përvojat dhe produktet që i kemi në Turqi t'i sjellim në Ballkan përmes Kosovës. Pra, qëllimi jon kryesor është që përmes Armakosit si distributor ekskluziv të shtohet prania e produkteve tona, të bëjmë zgjerimin sa më të madh në rajon e Mëgjer, ka thënë ai. Kosova sipas tij shihet si një vend i mirë investimi. Ai thosë se në Kosovë do të zhvillohet kjo lëmi, duke u bazuar në të gjitha përvojat e mira nga Turqia dhe nga këto, prodhimet tona do të shkojnë tutje në mbar Evropën. Ai vlerëson se bashkëpunimi mes partneritetit për këto produkte Turqi-Kosovë nuk do të mungojë, madje është i bindur në suksesin e kompanisë në hapësirën ballkanike dhe më gjerë. Şirketimiz güvenlik bariyer sistemleri otopark. Qëllimi jon është që produktet tona t'i sjellim këtu në Kosovë dhe me anë të kësaj përfaqësie të përhapemi edhe në rajone më tej. Shpresojmë që ky bashkëpunim do të ketë shumë vlera të mëdha dhe do të rrit bashkëpunimin ton për të shtuar vlerat me interes të përbashkët. Shpresoj që me të gjithë bashkëpunëtorët që i kemi në Kosovë me përkrajën dhe punën e tyre të vazhdojmë punën. Uroj që të kemi fat dhe sukses në bashkëpunim. Kompania ofron të gjitha llojet e produkteve që ofrojnë kontroll dhe siguri, që kanë të bëjnë me institucionet, veprimtaritë private me rëndësi të veçantë, vendbanimet, parkingjet për kontrollin dhe sigurinë nëpërmjet sistemeve më të avancuara në botë, me sinjalistikën dhe barriera tjera të realizuara në mënyrën më estetike dhe sigurinë më të lartë. Ndryshe, Arma Control System është themeluar që 10 vite në Stamboll, ndërsa ka shtrirë biznesin e saj edhe në vendet si Itali, Rumani, Algjeri, Gjeorgji, Iran, Kirgizi, Turkmenistan, Ukrainë, Azerbajxhan dhe tani më zyrtarizohen edhe në Republikën e Kosovës përmes Armakosit. Arma Control ka themeluar partneritet të qëndrueshëm me kompanitë më të fuqishme në Turqi dhe Majer për pajisjet e kontrollit dhe sigurisë me institucionet në Turqi dhe jashtë saj, si dhe kompanitë si Ülker, Hilton, Kent, Limak e të tjera.